Përshëndetje gjithëve miq, takohemi në analizën tonë të kësaj dite, do ndalemi te çështja e luftës të shërbimeve sekrete, sidomos në Kosovë, dhe ka një luftë të vërtet të shërbimeve sekrete atje, sidomos shërbimi sekret i Serbisë, i cili tenton të cënojë dhe tenton padyshim të vendosi dhe të krijojë probleme ndaj shtetit të Kosovës. Së fundmi është një rast i policisë Kosovës, por padyshim që lidhet me agjencinë e zbulimit të saj, Agjencia e Kosovës për Inteligjencë. Ka të bëjë me arrestimin e Fehim Salit, i cili është një mësues që vinte nga komuniteti Goran, i angazhuar në sistemin arsimor të serb në Kosovë, dhe që është arrestuar me akuza të rënda për spionazh në dëm të Kosovës. Akuza dhe informacionet jo zyrtare, por që kanë dalë nga mediat e Kosovës, kanë të bëjnë me marrjen e informacionit për situatën politike dhe përcjelljen në Beograd, por kanë të bëjnë edhe me elemente të tjerë, siç ishin kontaktimi i komunitetit Vehabi, i cili është në Kosovë, afër komunitetit sunit, pra musliman, por që ka një qasje radikale në interpretimin e atyre që janë dogmave fetare, pra janë për një qasje më radikale të interpretimit të fesë. Madje ka tentuar disa herë edhe që të bëj fotografi ndaj përfaqësuesve të shërbimit sekret të Kosovës dhe t'ia përcjellë ato edhe autoriteteve në Serbi. Sali ka qenë më parë edhe një përfaqësues i asaj që është edhe komunitetet në Kosovë dhe ka përfaqësuar komunitetin Goran, si e tham, në pranë presidencës të Kosovës gjatë vitit 2020, 2022, 2023, 2024, derisa më pas është karkuar. Ka dhe foto me një nga ministrat dhe një nga personazhet i cili bën deklarata her pas here shumë të rënda në drejtim Kosovës, Ivica Dačić, i cili ka qenë edhe ministër i brendshëm, por edhe ministër në nivele të ndryshme të kabineteve qeveritare në Serbi. Duhet theksuar se ky është një mësim i mirë që vjen për të gjithë ato grupe të cilat kanë një qasje të butë në drejtim ndaj Serbisë dhe duhet ta kuptojnë që Serbia ngelet bashkë me Rusinë, ngelen armiqt kryesor që ka Kosova, por që ka edhe faktori shqiptar në rajon dhe më gjerë. Ky nuk është rasti vetëm që Agjencia e Kosovës për Inteligjencë zbulon. Më herët ka qenë edhe analisti dhe gazetari Fatmir Sheholli, i cili ka qenë i ftuar dhe në studio të ndryshme dhe ka patur qasje shumë kritike me qeverisjen e Albin Kurtit, por kanë qenë edhe personazhe të tjerë të cilët kanë synuar edhe sigurinë në Kosovë, pasi shërbimi informativ atje ose Agjencia për Inteligjencë e Kosovës mbulon një zhanër të gjerë që ka të bëjë me sigurinë, që merret me aspekte që lidhen me shitblerjen e armatimeve, me ata që merren me informacione të cilat më pas i përcjellin te agjencitë armike të Kosovës. Pra ka një gamë të gjerë me kuadrin e saj ligjor që merret dhe e mbulon. Dhe kjo tregon edhe një herë që është një agjenci shumë efikase, nuk është hera e parë, ka patur dhe herë të tjera që ka patur një rol të jashtëzakonshëm, sumi në Banjsk, pasi ka një koordinim të jashtëzakonshëm, si e kemi thënë, edhe me agjencitë e tjera të sigurisë dhe të inteligjencës, kryesisht me ata amerikane, dhe është CIA që ka qenë ajo që ka ndërtuar, por padyshim edhe me shërbime të tjera partnere, siç janë ato të Britanisë së Madhe, apo pse jo dhe të Gjermanisë, BND-ja, e cila gjithashtu ka një rol të jashtëzakonshëm në rajon për ruajtjen e stabilitetit dhe për ruajtjen e forcës të atyre vendeve që janë pjesë e NATO-s dhe padyshim kundër krahut rus në Ballkan, që qartazi është Serbia, është edhe Rusia. Por kjo tregon edhe një herë që agjencitë, si e tham, të inteligjencës së Shqipërisë, por edhe të Kosovës, kanë një koordinim me njëra tjetrën, pasi, si e kemi thënë, në krye të shërbimit informativ të Shqipërisë është zonja Vlora Hyseni, e cila merret ka qenë edhe zëvendës drejtoresh e Agjencisë për Inteligjencë në Kosovë dhe është një drejtuese e cila ka marrë merita të jashtëzakonshme, madje ka qenë edhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ka patur takime të nivelit të lartë atje me John Ratcliffe, i cili është edhe kreu i CIA-s, agjencia numër 1 në botë dhe agjencia më e fortë, pra nuk është e lehtë të kesh edhe takime të këtij niveli dhe zonja Vlora Hyseni i ka patur. Por tregon edhe një herë për mënyrën se si funksionon shërbimi sekret i Serbisë, i cili njihet ndryshe si BIA, ose Agjencia për Siguri dhe Informacion, e cila ka një buxhet mesatar në vit që shkon 100 milion euro,
por besoj që të gjithë e din këto janë informacione zyrtare, por informacionet e vërteta me siguri duhet të ketë një numër shumë më të lartë të buxhetit të saj. Bie në sy se është një nga agjensitë më të vjetra të sigurisë dhe për inteligjencën që është krijuar rreth fundit të viteve 1800, mos gabojmë është e para. Polici sekrete që ka qenë dikur dhe që është kthyer në shërbim informacioni, shërbim inteligjent kundër spionazhi, krimin e sabotimeve dhe deri në vitin 2002 ka patur edhe emrin UDB dhe ka qenë përfshirë edhe në polici, por u nda me atë riorganizim që i bën autoritetet në atë periudhë kohe, ka patur një ndikim të frikshëm, sidomos gjatë viteve 1900 derisa u shkri, ende e ka, sidomos pavarësisht se është e dobët dhe sidomos ato që janë shërbimet informacionit dhe të informative të Shqipërisë dhe të Kosovës, falë edhe ndihmës së partnerëve, janë fuqizuar shumë, por ka patur një rol vrastar, shumë të rëndë, shumë po themi të keq, sidomos në luftën në Kosovë, por edhe në luftrat e tjera në Bosnjë-Hercegovinë, në luftën në Kroaci, dhe kanë qenë një ndikim i jashtëzakonshëm për keq padyshim. Diskutimet dhe debatet janë që ka patur UDB-ja edhe ndikim në Shqipëri, por asnjëherë nuk janë faktuar. Autoritetet shqiptare gjithmonë kanë qenë më të kujdesshme, ndryshe nga autoritetet në Kosovë aktualisht, nuk nxjerrin shumë informacione për çështje që lidhen me sigurinë dhe me çështje të inteligjencës, pavarësisht se unë jam i sigurt ka një punë shumë profesionale dhe jam i sigurt që ka shumë raste që duhet të jenë zbuluar ose duhet të jenë kapur, por janë mbyllur në qetësi, janë mbyllur në heshtje. Pra ka një qasje totalisht ndryshe shërbimi informativ i Shqipërisë në ndryshim nga shërbimin informativ në Kosovë, ku si e tham, ka bërë disa arrestime, më herë ka qenë edhe Fatmi Shaholli, analist, por dhe qytetarë të tjerë, të cilët janë akuzuar për spionazh dhe emrat e tyre kanë dalë në media dhe një pjesë e tyre kanë marrë dënimin ose janë ende në paraburgim. Dërsa në rasti konkret, edhe përfaqësuesi i komunitetit Goran e bënte për para, ju gjetën gati 40.000 euro në banesën e tij, ju gjetën edhe disa mijëra denar, pra qartazi loja bëhet dhe ata që shiten për para, fatkeqësisht ka shumë të tillë, por gjithsesi autoritetet, si e tham, i arritën që t'i zbulonin dhe t'i kapnin në kohë. Është një betejë e cila vazhdon. Pavarësisht kësaj, ne nuk mund të presim lule dhe trëndafila nga Serbia dhe autoritetet, sidomos ato që merren me inteligjencë dhe siguri e din këtë gjë, prandaj edhe alertin e kanë në maksimum dhe fatmirësisht kanë bërë edhe këto veprime të fundit. Megjithatë, dua edhe komentet tuaja, të më jepni edhe një mendim, çfarë mendoni për influencën që ato kanë në Kosovë, ku kujtojmë që her pas here ka debate publike që përfshin edhe figura të nivelit më të lartë akuza ndaj njëri tjetrit që e konsiderojnë sikur kanë qenë pjesë e UDB-s, si e tham kanë ekzistuar deri në vitin 2002 dhe më pas e ndryshoi emrin në BIA, dhe akuza për UDBash, unë e has pothuajse në çdo debat që shikoj në Kosovë, sidomos për ata njerëz që janë të një moshe gati mbi 45, mbi 50 vjeç, pra që kanë patur edhe pozicione gjatë ish Jugosllavisë. Por gjithashtu debatet të forta kanë qenë edhe në Shqipëri gjatë viteve 92 deri në vitin 2000, më pas kanë qenë edhe në rënje dhe tashmë nuk është se flitet shumë për një gjë të tillë. Dua të gjithë juve të më jepni komentet tuaja, a ka një influencë ose jo në Shqipëri, ose ku mendoni se ka më shumë dhe patjetër edhe për Kosovën. Gjithsesi, për ta mbyllur edhe këtë analizë të shkurtër me informacione zyrtare gjithmonë, armiku kryesor i Shqipërisë dhe i faktorit shqiptar dhe i Kosovës mbetet Serbia. Kështu që, si e thash, ne nuk mund të presim lule, nuk mund të presim dashuri nga ana e tyre. Prandaj kemi institucione dhe duhet t'japim mbështetjen këtyre institucioneve që kanë një detyrë patriotike dhe kanë një detyrë kombëtare që ta mbajnë interesin kombëtar, ta ruajnë atë dhe të shmangin çfarëdo lloj sabotazhi, çfarëdo lloj gjëje që mund ta ndikojë dhe mund ta prishi stabilitetin dhe mund ta prishi të ardhmen e ndritur që ka para Shqipëria, padyshim edhe Kosova. Shihemi në episodin ton të radhës, bëni subscribe, jepni komentet tuaja dhe ne do t'i shkojmë të gjitha dhe do t'i pasqyrojmë në episodin ton që do të kemi në ditët në vijim. Deri atëherë, ditë sa më të mbara.